Mira besimtar ndjekin meshën e Krishtlindjes në sheshin Shën Pietrit, mesazhet e forta për paqe nga Papa Leoni. Papa Leoni kremtoi të mërkurën meshën e parë të Krishtlindjeve të pontifikatit të tij, duke përshëndetur mira besimtar të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit përpara se ceremonia të zhvillohej brenda bazilikës. Pavarësisht motit me shi, rreth 5.000 besimtarë ndoqën meshën nga sheshi, shumë prej tyre përmes ekraneve gjigante të vendosura jashtë. Në fjalën e tij para fillimit të shërbesës, Papa falenderoi turmën për praninë dhe këmbguljen. Ju admiroj, ju respektoj dhe ju falenderoj për guximin tuaj dhe për dëshirën për të qenë këtu sonte, tha ai, ndërsa shiu vijonte të binte bishesh. Shën Pietri është shumë i madh, por fatkeqësisht nuk është i mjaftueshëm për të gjithëve, shtoi ai mes duar trokitjeve të pranishmëve. Gjatë meshës, Papa e përshkroi Krishtlindjen si një festë të besimit, bamirësisë dhe shpresës, duke kritikuar një ekonomi të shtrëmbëruar që sipas tij na çon të trajtojmë qenie njerëzore si mallra. Homilia e Papës kishte një ton thellësisht fetar dhe nuk përfshiu referenca të drejtpërdrejta ndaj zhvillimeve aktuale politike apo ndërkombëtare. Ceremonia u ndoq nga figura të larta të Kishës Katolike, diplomatë dhe rreth 6.000 besimtarë brenda bazilikës. Ajo shënoi lindjen e Jezu Krishtit, një nga ditët më të rëndësishme në kalendarin katolik, dhe u shoqërua me muzikë tradicionale dhe gjeste simbolike, përfshirë edhe vendosjen e statuisë së foshnjës Jezus në Grazhd. Papa 70 vjeçar me origjinë nga Shtetet e Bashkuara ka adoptuar një stil më të përmbajtur dhe më të matur, krahasuar me paraardhësin e tij karizmatik, Papa Francesku. Një ditë më parë, Papa Leoni kishte bërë thirrje për një arpushim global në ditën e Krishtlindjes, duke shprehur trishtim të madh që sipas tij, Rusia duket se ka refuzuar një kërkesë të tillë për Ukrainën. Krishtlindjet e vitit 2025 shënojnë gjithashtu përmbylljen e vitit të shenjtë jubilar të Kishës Katolike, i cili gjatë muajve të fundit ka sjellë miliona pelegrinë në Rom dhe në Vatikan.